S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Unë jam Jeton Bajrami, pastor në kishën Qeqen Agresiane Durrësit, i martuar, kemi një vajzë vogël që pas nesër, po shikoja datën sot se pastaj mund na tërheq vëmendjen bashkëshortja, i martuar dhe me një vajzë që pas nesër mbush 9 muajsh. Jemi shumë bekuar. Dhe në botën që po jetojmë fakt, është e vështirë kur je çift i ri të mendosh, ore, ti besoj Perëndis për një fëmijë, për persona që janë beqar, në situatën që po jetojmë si komp, a është koha e duhur që të martohem, ose një person që është student, ato studioj tani në Shqipëri, apo të ndryshoj vendin dhe studioj në ndonjë vend tjetër. Pra, ka frikë shpeshherë kudo, por seria që keni nisë, në fakt më ka tërhequr shumë. Dhe çfarë më ka bekuar, unë do të ndaj nga Psalmi 27 sot, kështu që ndizini Biblat ose hapini, persona që i ka në formë letra ose elektronike ndizini, do të ndaj nga Psalmi 27 dhe në fakt, në këto 10 vite shërbes, si shërbestar në fjalën e Zotit, kur nuk kam predikuar Psalmi 27. Edhe sot në këtë ftesë speciale që më ka ardhur nga miku im nga Pastor Altini, thash Zot dua të sjell diçka të re. Diçka që do i flas jo vetëm kishës, po dhe jetës time. Edhe unë besoj fort që së bashku sot do shikojmë disa gjëra nga mbreti David, që është psalmisti i këtij psalmi, dhe në fakt kur po shikoja, kur po studioja këtë javë këtë psalm, po mendoja për një pyetje që dua t'ju u bëj juve dhe pastaj t'ju tregoj një dëshmi nga jeta ime. Pyetja që dua t'ju bëj është: ju ka ndodhur ndonjëherë që në një dhomë të errët të keni parë një objekt si në përgjumje, dhe objekti ju është dukur komplet diçka tjetër. Për shembull, keni parë një xhaketë dhe ju është dukur si një person që po qëndron aty dhe po ju shikon juve. Dhe pastaj kur keni fërkuar syt ose kur keni shku tek drita, se nuk është normale në dhomë të marrësh vesh që dikush i paftuar është duke më parë. Ose dëgjon tinguj, domethënë e një zhurmë të çuditshme dhe kupton që un jam vetëm në dhomë, këto tinguj nga vijnë. Dhe mendja pastaj fillon dhe e formon vetë skenarin. Dhe çfarë dua që t'ju inkurajoj është që kur ndezim dritën, ne kujtojmë që edhe kuptojmë që drita e nxjerr të vërtetën pa. E nxjerr të vërtetën seminen në dritë, e vërteta del në dritë. Kur errësira na mbulon dhomat e jetës tonë, aspektet e jetës tonë, shpeshherë frika na i shtrembron pamjen. Ajo që na duket e shtrembruar, nëse qëndron për një kohë gjatë në jetën tonë, ajo bëhet si e vërteta e mundshme ose e vërteta absolute e jetës tonë. Edhe ka shumë sfera në jetën tonë, në jetën time, kur frika zjat për një kohë gjatë në atë sferë, qoftë në aspektin e marrëdhënieve, qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin shpirtëror apo emocional. Nëse frika qëndron për një kohë gjatë, ndonjëherë merr drejtimin e jetës time. Edhe Psalmi 27, që është një nga psalmet më të bukura të Biblës për mendimin tim, dhe do ta shohim sot pse, na ndihmon ne si ta demaskojmë frikën. Pra si ta heqim frikës tonë, t'ja heqim maskën dhe ta shohim në të vërtetë siç është në dritën e fjalës së Zotit. Unë do doja që t'inkurajoj secilin prej jush, teksa kalojmë varg pas vargu në këtë Psalm 27, do të mësojmë nga mbreti David që ai u përball me sfida, me prova, me probleme reale. Edhe besimi që kishte nuk e injoroi problemin. Çfarë ne do të shohim sot, besimi që ne kemi në Zotin nuk e injoron problemin. Psalmistët, besoj që keni parë dhe në javët e kaluara, psalmistët nuk bëjnë sikur nuk ka problem vërdall, sikur kanë një jetë perfekte. Psalmistët janë persona që ne i gjejmë veten më mirë. Vajza ime po e konfirmon, duket. Janë persona që ne i gjejmë veten më mirë. Pse? Ata qeshën, qanë, kënduan, klithën përpara Perëndis, bën shpallje me gëzim, me bekim para Perëndis, por nga ana tjetër edhe u gjunjëzuan, edhe i kërkuan Perëndis me dëshpërim rrugë zgjidhje. Në fakt, kur ne ndezim dritën në dhomat tona të errta fizikisht, çdo gjë që mendonim se ishte frikë, zhduket. Në sferën tonë shpirtërore apo emocionale, unë besoj fort që po ta ndezim dritën e fjalës Perëndis, ta marrim personalisht, ajo që na friksonte deri më përpara, unë besoj që humbet fuqinë. Tema që unë do ndaj me ju sot është kur frika e humbet fuqinë e vet. Secili për nesh në një farë mënyrë ose në një tjetër ka një frikë, ose disa frika. Disa kanë frika fizike, disa i kanë emocionale, disa i kanë shpirtërore. Për shembull, kam njoft dikë dhe e mora pastaj për bashkëshortë, e mora për grup.
kishte frikë qend. Unë fakt kam pas shumë qenë në shtëpi, në historinë time në fëmijërisë, në adoleshencë, dhe nuk i kam pas kurrë frikë qend. Fobia ime janë karkaleca. Pra nëse shikoj një karkalecë në shtëpi, domethënë hidhen për pjet. Duket qesharake, por është e vërtet. Pra fobia duket sikur të jep një pamje jo të vërtet. Si dukeshin vëzhgusit kur pan tokën, kur pan Jerikon, edhe banorët e Jerikos. Ato thanë që ne dukeshim si karkaleca, ne dukeshim shumë të vegjël. Pra Perëndia ju duk më i vogël në një farë mënyre se sa gjigantët që kishin përpara. Dhe unë besoj fort, sot Perëndia dëshiron t'ja heqi me anë dritës fjalës tij, t'ja heqi maskën frikrave tona dhe të dalim ballë për ballë me besim ndaj atyre gjërave që ndoshta po na e vështirësojnë ecjen me Perëndin. Davidi ishte një prej tyre. Davidi në fakt ishte një person që është autori i këtij psalmi, nuk e dim plotësisht rrethanat që ai ndodhej kur e shkroi psalmin 27, por ne dim shumë gjëra nga mbreti David. Ne dim që ai u përball me një ari, u përball me një Luan, u përball me një Goliath, u përball ndoshta dhe me përndjekje që ne nuk e kemi përjetuar akoma, ose disa që kanë qenë në mision, ose në familje që nuk vinë nga tradita të krishterë, ndoshta janë përndjek dhe në familje. Por Davidi vinte nga përndjekje nga babai i mikut tij, që ishte mbreti asaj kohe, Sauli. Ai vinte nga stui pas stuie. Edhe ai shkruan psalmin 27 dhe thot: Zoti është drita ime, ai është shpëtimi im, nga kush do të kem frikë. Tani e thot Davidi këtë, ku e lexojmë faktin inkurajohemi se është psalmi inkurajues. A e thot Davidi se me vërtet s'kishte asnjë frikë në jetën e tij, ishte sy pa trembur, fizikisht po e kishte treguar, por në shumë raste ai fshihet në pyll. Edhe miku i tij Jonatani lën mbretërin, shkon në pyll për ta inkurajuar, thot Bibla, dhe për t'i dhënë zemër mikut tij. Kur e lexoj historinë e Davidit, them Zot lutem, sill në jetën time miq të tillë. Nuk e di me çfarë miq të ke rrethuar ti vetëm, por unë lutem, nëse si e kënaqur ende për guximin e miqve tu, unë lutem të kenë guximin e Jonatanit, që lejnë pozitën e tyre, ai ishte pozitë mbretërore, ishte princ, lejnë çdo gjë në jetën e tyre dhe shkojnë të inkurajojnë dikë që momentalisht po përballet me një tmerr ose një frikë. Lutja ime fakt është që përmes këtij psalmi ne të kuptojmë që pavarësisht se në jetën tonë ka rreziqe të ndryshme, frikra, pasiguri, drita e Zotit, shpëtimi edhe siguria që gjejmë në kështjellën, thot psalmisti, e Perëndis, të jetë siguria e jetës tonë, të jetë ai që na jep sot shpresë për të ndruar sërish. Përpara se të ndaj disa pika nga psalmi 27, dua të them një përkufizim bukur që ka prek jetën time, që më ka ndihmuar të kuptoj çfarë është frika. Nëse dikush na pyet çfarë është frika, menjëherë mendja jon përgjigjet ose kundër përgjigjet duke thënë që frika është fobia ime. Frika është ajo që kam që i trembe më shumë. Por një përkufizim i bukur i frikës është: frika është një dëshmi ose një evidencë rreme që shfaqet si e vërtet. Kur e ke frikën përballë, ajo është një shtrembërim i së vërtetës dhe kur e ke përballë, të duket si e vërtet. Deri në ditën kur e shikon me imtësi ose kur shikon i shtyr nga fjala e Perëndis, që na larton, ne do të shikojmë se si Davidin e larton Perëndia dhe i shikon frikat e tij që kanë ka përsyeshme. Një nga frikat që unë jam përballë në jetën time është kur morëm vesh që ishte smur me kancer dhe doktorët na thanë që nuk ka shumë muaj jetë. Dhe menjëherë ne u alarmuam si familje. Askush prej tyre nuk e njihte Zotin. Vetëm unë isha një nga besimtarët që e ndiqja Perëndin. Dhe frika ime më e madhe ishte: Zot, të lutem, nuk e di çfarë do ndodh me jetën e saj. Unë dua që ta afroj atë me ty. Nuk do të vej ty kush ma shëro patjetër, por dua deri ajo jetoft, nuk e di thoja 10 vjet ose 15 vjet ose 50 vjet. Dua që sa do të jetoj, të lutem mbaje gjallë derisa unë t'i ndaj ungjillin. Kjo ishte frika ime. Kisha frikë se mos të largohet pa pasur mundësinë me i ndarë ungjillin. Dhe kur e ndava ungjillin, mendjen time deri teksa e ndaja, thoya po sikur, pra frika filloi të duket sikur fliste në jetën time, po sikur të më kundërshtoj, po sikur nga dhimbja që ka, po sikur të mos pranoj Zotin. Pra frika vazhdonte ndërtonte skenar në mendjen time, vetëm për të ma vështirësuar, për të ma shtrembëruar atë çfarë Zoti kishte premtuar. Dhe më pas e ndava ungjillin dhe filloi kimioterapin. Atje jo vetëm që pranoj Zotin, po lexoj libra të krishterë dhe ndau ungjillin me gratë në ato pavion. Edhe sot është gjallë. Ja çfarë
çfarë Perëndia mund të bëj kur ne përballemi me frikën tonë dhe nuk harratisemi, nuk themi mbrapa se si ato spionët në Izrael që ishin 10 persona, ishin 12 dhe 10 persona thanë, është e pamundur që ne shkojmë. Pse? Frika e tyre ishte pak më e lartë se sa njoja e Zotit në atë moment. Po lutja jonë është që t'jemi si një Kaleb dhe si Mojsi ose si një Jozue ose si një David sot për ta parë frikën nën dritën e fjalës Perëndis. Pika e parë e mesazhit që unë dua të ndaj me ju nga ky psalm i mrekullueshëm është kur Zoti është drita ime, frika nuk e drejton më shikimin tim. Edhe në fakt tek Psalmi 27, vargu i parë, pjesa A, thuhet, Davidi thot, Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë. Më pëlqen shumë se si e nis. Po ta shikoni në Biblën tuaj, ai thot Zoti është, jo frika ime e ka emrin, ai thot Zoti është drita ime, shpëtimi im, nga kush do të kem frikë. Ai nuk thot Nuk e fillon historinë psalmin me armisht, nuk e fillon me luftën, nuk e fillon me protestat, nuk e fillon me rrezikun që po i kanoset, nuk e fillon me përndjekjen, pa i thot Zoti është. Nëse ti do të shkruaj edhe unë një psalm në situatën ku përballesh, ose në gjendjen ku je, në Shqipërinë tonë bekuar, në gjendjen ku është sot, si do ta fillonim në psalmin ton? Ndoshta mund ta fillonim sfidat që po përballen, rrethanat e mia, familja ime, në punë. Pra, cekim çdo sferë të jetës tonë që është mirë, por Davidi e fillon ndryshe. Ai thot, Zoti është. Dhe unë besoj fort që historia jon duhet filloj kështu. Dita jon duhet filloj kështu. Jeta jon duhet motivohet nga ajo që Perëndia është. Se sa ai ishte, thot Bibla, ai është dhe do të jetë pas nesh. Pra duhet që themeli ynë, kur përballemi me frikrat tona, themeli ynë të jetë vetë fjala e Perëndisë. Dhe unë lutem me gjithë zemër, ndoshta mund të mos mbaj mend predikimet apo sa frymëzuar kemi qenë nga predikimet të ndryshme, gjë që është mirë, sepse në sfidat e jetës dhe vargu jon i preferuar ndonjëherë nuk na duket i vërtet, deri në ditën kur ne shkojmë tek takimi personal me Perëndin. Davidi në fakt, ai nuk thot Zoti më jep dritë, ai nuk thot un kam marr dritë, ai thot Zoti është drita ime. Ai kishte një njohje personale përballë frikrave, presioneve të jetës tij, kishte një njohje personale që të asaj që Zoti është. Jo vetëm asaj që Zoti mund të bëj, po asaj që Zoti është. Dhe unë lutem me gjithë zemër për secilin për ne dhe për jetën time teksa kam qenë duke studiu për të parë këtë psalm të gjithin, kam thënë Zot, lutem që dua që ti jesh ti themeli im, asaj që ti je, pra dua të lidhe me fytyrën tënde më shumë se me dorën tënde. Është mirë të marrim nga Perëndia atë që kemi nevojë, por është shumë më mirë ku marrim njohjen e Perëndisë edhe njohjen tonë në atë që jemi në Perëndinë, sidomos në kohë trazirash. Davidi në fakt u përball me Goliathin në jetën e tij dhe nuk është që s'kishte frikë, Goliathi ishte i madh, por Davidi kishte një zbulesë që ai që ishte me Davidin, që kishte qenë me Davidin dhe që ishte, do të ishte edhe në betejën me Goliathin. Do të t'ju inkurajoj. Nëse këto kohë po përballesh me një frikë minimalisht në jetën tënde, kujto si ka qenë besnik Perëndia në sfidën që sapo ke kaluar. Si ka qenë Perëndia besnik në sfidën që si mund të jetë në sfidën që po kalojmë, dhe ai do të jetë besnik, thot Bibla, i padryshueshëm, që është një nga atributet e Perëndisë deri në fund, deri në mbarim të kohërave. Fjala e Perëndisë thotë që Davidi shpall, Zoti është drita ime. Pika e dytë fakt është tek vargu pjesa B, pjesa e dytë e vargut. Pika e dytë e kam quajtur kur Zoti është shpëtimi im, nuk kam pse të jem shpëtimtar i vetes. Ndonjëherë, sa më shumë rritesh në moshë, tendenca për të shpëtuar sferat e jetës tonë, apo familjen, apo profesionin, punën, zonën tonë të ndikimit, duket sikur varet nga ne. Duket sikur unë duhet t'i mbaj në kontroll gjërat, unë duhet t'i shpëtoj gjërat. Nëse unë nuk ndërhyj, gjërat mund të marrin drejtim tjetër. Doshta ata që janë prindër mund ta kuptojnë pak më mirë, sepse thonë nëse unë nuk marr kontroll situatat në familjen time, ndoshta mund dalin jashtë kontrollit. Po kush e kishte gjërat në kontroll përpara se ti dhe unë të krijonim familje? Përpara se ne të vinim në jetë, përpara se gjithçka të krijohej, kush e kishte gjërat në kontroll? Ishte vetë Perëndia. Edhe unë besoj fort që ai që mban universin në kontroll është më i aftë se unë për t'u marrë me jetën time.
Një nga gjërat që Zoti më ka mësuar kohët e fundit, ka qenë kur unë, duke qenë që këto kohë kam qenë shumë ditë larg familjes me punën, edhe thoya Zot, po sikur bashortja të lodhet, po sikur bashortja të smuret. Kush do kujdeset për bebin ton 9 muajsh. Edhe kjo po sikur frika vazhdonte të ndërtonte skenar në mendjen time, deri në momentin kur lexova një psalm bukur në Kostuie. Edhe ishte, nëse Zoti nuk ndërton, më kot lodhen ndërtuesit. Nëse Zoti nuk ruan, më kot lodhen rojat. Dhe mua më duk vetja si këto rojat, kur Zoti ishte rojtari edhe është më i miri se të gjithë. Unë besoj që po ta lidhin familjen tonë me agjensinë më të madhe të sigurisë, nuk ja kalojnë mburojës që Perëndia siguron për ne. Kur Zoti është shpëtimi im, nuk kam pse të jem shpëtimtar i vetes. Davidi thot këto fjalë. Zoti është shpëtimi im. Zoti nuk është vetëm drita ime për të hequr maskat e frikrave të mia, për ta nxjerrë të vërtetën në dritë, por Zoti është shpëtimi im. Dhe kur ai thot Zoti është shpëtimi im, nuk e ka fjalën vetëm shpëtimin nga vdekja apo shpëtimin e shpirtit, por e ka ai që më ruan. Ai që mund të më nxjerrë gjallë nga kjo situatë e vështirë, nga kjo stui mund të më nxjerrë në anën tjetër. Besoj keni kaluar Psalmin 23. Ku ai thot, ku unë kaloj në luginën e jetës vdekjes, e ka fjalën që në anën tjetër ishte toka fizikisht, një nga tokat më pjellore, më të blerta në Izrael. Dhe barin që donin që të siguroheshin që delet kanë ushqim të mirë, kalonin përmes kësaj lugine. Dhe Davidi kishte kaluar disa herë, prandaj e shikon Zotin si shpëtimi im, jo vetëm ai që siguron shpëtimin shpirtëror, por dhe ruajtjen fizike për sa kohë jemi këtu gjallë. Unë besoj fort që njeriu si natyrë është aq e fortë, po dhe aq delikate. Është aq i fortë në stui, po thyet edhe kaq lehtë. Unë besoj fort që Perëndia nuk na ka thirrur dhe nuk na ka krijuar ne të mbajmë peshën e të qenurit shpëtimtar i vetes. Sepse është shumë peshë e madhe ti je personi si Mesia. Nuk e di keni dëgjuar për sindromën e Mesias. Unë kam rënë një herë prej kësaj, doja të shpëtoja gjithë kishën. Doja të merresha me çdo problem që ka çdo antar i familjes ton besimit. Pasi e leja familjen pas dore dhe kaloja tek çdo person që po haste për probleme në jetën time, kaloja te familja Gjakut, pastaj tek të afërmit, tek kështu me radhë. Tu ndohem prapë, sidomos kohën e përmbytjes, gati 3 muaj, e kam parë jetën time si është duke u shpërndar pafund dhe duke hequr dorë shpeshherë dhe nga koha personale me Zotin. Duke sikur po vdisja fizikisht për shërbesën, edhe jo për qenë lidhur me Perëndin. Po mbaja familjen, punën, imazhin, të ardhmen, domethënë atë dëshirën për të pas çdo gjë në kontroll. Deri në ditën kur kjo po më konsumonte edhe fizikisht. Aty kuptova që njeriu nuk është krijuar të mbajë peshën e të qenurit shpëtimtar i vetë. Dhe Davidi e kishte kuptuar mirë. Davidi thot, Zoti është shpëtimi im. Kam provuar të jemi fort, e kam shprehur në jetën time me shumë gjëra, me shumë vepra, por kuptoj që Zoti është shpëtimi im. Nuk mund të jem dot shpëtimtari i vetes time. Dhe fakt kur ai thot shpëtimi, nuk e ka fjalën vetëm për një koncept, për një ide, e ka për një person. Shpëtimi që Davidi i referohet vetë Perëndis si person. Dhe kur Jezusi erdhi, ne e njohëm shpëtimtarin me emër. Ne e njohëm shpëtimtarin që ai është Jezus Krishti, i vetmi që na afron ne, që na lidh, që na pajton me Perëndin. Në fakt, fjala e Perëndis na inkurajon që në vend që të jemi shpëtimtar të vetes, t'japim hapësirë Zotit sa më shumë në jetën tonë, që ai të marrë kontrollin edhe ne të gjejmë siguri në kontrollin e tij. Pika e tretë e mesazhit është tek vargjet 2 dhe në vargjet deri në vargun 3. Besimi nuk mohon betejën, por e vendos betejën nën autoritetin e Zotit. Edhe tek psalmisti tek psalmi 27, ne lexojmë këto fjalë që mbreti Davidi shpall. Ai thot: Kur njerëzit e kishin armiq dhe kundërshtarët e mi mos sulmuan për të ngrënë mishin tim, ata vet u lëkundën dhe ranë. Edhe sikur një ushtri të dalë kundër meje, zemra ime nuk do të ketë frikë. Edhe sikur një luftë të poccas kundër meje, atëherë do të kisha besim. Ai në fakt shumë presione të jashtme në jetën e tij, por nga ana tjetër, ai nuk e mohon që nuk ka betejë, ai nuk e mohon që nuk ka kundërshtar, ai nuk e mohon që mund të ketë ndoshta edhe lufta, betejë shpirtërore ose emocionale,
edhe nga ato që ne përballemi sot, ndonjëherë që kemi të vështirë t'ia komunikojmë dhe miqve të zemrës, ai nuk i mohon këto gjëra. Besimi nuk e mohon realitetin. Por shikon se çfarë bën ai. Ai thot, unë do të kem frikë, atëherë do të kisha besim. Besim ku? Të mbështetem në atë që unë besoj. Dhe në fakt Davidi ishte një nga personat që kishte njohje të thellë të Perëndis. Kjo është arsyeja pse Zoti e quan mik ose njëri sipas zemrës time. Davidi ishte real, kjo është arsyeja pse shumica psalmeve na pëlqejnë. Kur lexojmë, mund të hapësh Biblën në çdo psalm, do ta shohësh që të pëlqen diçka aty. Pse? Ata nuk bëjnë sikur nuk ka probleme. Ata e thon problemin, madje thonë edhe se si Zoti e ka çliruar, madje se çfarë atributit Zotit kanë njohur në problemin që janë përballur. Ndoshta derisa të përballemi me sfidën financiare, mund të mos e njohim Zotin thellë personalisht si Perëndia që siguron. Derisa të përballemi me një sfidë, me një diagnozë ose një antar i familjes me një smundje, mund të mos e njohim thellë Zotin si Perëndia që shëron. Davidi në fakt nuk tha që nuk ka betejë, ai tha ka betejë, por Zoti është më i madh. Ai në fakt tha, edhe jeta jonë mund të themi ka sfida, po ai thot Zoti është kështjella ime te ky psalmi dhe më pëlqen shumë. Ai thot që her pas here ka pasiguri, por Zoti është shpëtimi im. Ai e dinte se çdo atribut i Perëndis manifestohet në dobësinë time. Mbani mend se çfarë tha Pali, ai tha në dobësinë time unë jam i fortë. Pse? Dobësia është vendi ideal ku Perëndia mund të manifestojë një atribut të tij që ne ta njohim personalisht. Mund ta kemi lexuar, mund ta kemi mësuar ndoshta diku, mund ta kemi si informacion kokë, por kur ne njohim Perëndin personalisht, ai atribut bëhet tamam si një shkëmb shpëtimi në kohë stuhi apo në kohë frike si kjo që po jetojmë. Pika e 4 e gjejmë tek vargu 4, në fakt që është zemra e Psalmit 27. Kështu që nëse keni Biblat letër, ndoshta do t'ju inkurajoj që ta nënvizoni, nëse keni në formë elektronike, veni një ngjyrë që do t'ju pëlqej. Tek vargu 4, aty thuhet fakt Davidi thot, një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj. Pra ja kam kërkuar dhe vazhdoj t'ja kërkoj. Duke sikur kjo që i ka kërku, jo vetëm që i ka pëlqyer, po i pëlqen akoma. Edhe vazhdon që t'ja kërkoj Perëndis. Edhe duke sikur Perëndia nuk mërzitet kur ne i kërkojmë vazhdimisht një ato gjëra që i pëlqejmë, që i duam t'i kemi në jetën tonë. Davidi thot, ai që kam kërkuar dhe kërkoj është të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës time, duke soditur bukurinë e tij dhe duke admiruar tempullin e tij. Çfarë psalmi mrekullueshëm, çfarë vargu, çfarë deklarate. Dikush fakt më pyeti, dhe isha duke studiuar këtë psalm, më pyetin kohën e dur. Më tha, jeton ta duke qenë që përfshihesh her pas here në bateri në adhurim. Çfarë është adhurimi për ty? Edhe po më kujtonin seminaret e adhurimit, tash çati them në një gjë të bukur, po s'po vinte as një gjë që kisha mësuar, pastaj tash Zot, un po studioj një psalm. Çfarë thot fjala jote aty? Dhe më kujtua zemra e psalmit 27, vargu 4. Thash Zot, nëse do ta përmblidhja si është adhurimi për ty, ose se si dua të jetë gjithë ditët e jetës time, është adhurimi për ty nga ana ime, besoj si thot dhe Davidi, është të mahnitesh me atë që ti je. Keni parë fëmijët e vija, ata mahniten shpeshherë kur shikojnë babin dhe mamin afër. Ose kur ti je duke sjell dikë tek Jezusi, ai mahnitet kur shikon ti se si adhuron. Ndoshta ka ardhur në kish vetëm për shkakun tënd, edhe çfarë bën ti ngren duart lart, ndoshta mund mos e njohë fare Zotin, thjesht ai kënaqet duke të imituar. Pse? Kur Perëndia erdhi në tokë, ai jetoi një jetë që kur e mendojmë sot, është jetë e mahnitshme. U përball me të njëjtat gjëra që ne përballemi, por ai e jetoi 100% si një model që ne mund ta ndjekim, që mund t'i pëlqejmë Perëndis ton. Davidi në fakt dëshiron që ta sodis bukurinë e Zotit, të mahnitet duke admiruar bukurinë e tempullit të tij. Dhe unë besoj fort që në stuhin ton, një nga gjërat që shtrembron frika është që na japi ne një pamje më të madhe, sikur problemi ynë është më i madh se Perëndia që ne besojmë. Edhe në kohën e adhurimit mund të ndodhë që frika jon flet më shumë në mendimet tona, aty ku është edhe fushë betejë, ndonjëherë flet më shumë se sa vetë Perëndia na duket ndonjëherë. Nuk e di keni pas luajtur të vegjël, unë luaja shpesh kur zihesha me ti me motër.
luaja, nuk isha fizikisht çfarë ti bëja dhe merja një nga shishet e shtëpisë, edhe shpeshherë e bullizoja duke i thënë që ti je e shëmtuar, çiko se si dukesh dhe merja një shishe bosh dhe përpiqesha që ta kënaqja të menduarit tim që ajo është e shëmtuar, fizikisht nuk më dukte e shëmtuar, po ku e shikoja me një objekt përpara, mu dukte qafa e hollë, tamam si ajo pjesa e shishes, edhe kështu, domethënë e gjerë, motra ime ka qenë e dobët gjatë gjithë kohës, edhe thoja domethënë shiko se si dukesh ti. Thjesht kjo më bën të mua ndjej mirë. Po ndonjëherë frika mund ta shikoj, pra ne mund ta shikojmë realitetin ton me këto lente të frikës. Ndoshta Zoti na ka thirrë të kemi ndikim familjen tonë. Ndoshta Zoti na ka thirrë të vetmit në familjen tonë që mund të kemi një biznes të vogël, dhe më pas të marri drejtime të ndryshme. Ndoshta na ka thirrë që të jemi persona që mund të kemi ndikim në punë, në familje, kudo që ta bani këmbës tonë do të shkel. Çfarë bën frika? Ato që Zoti ka premtuar e shtrembron. Na sjell gjithmonë ato që nuk mundemi që ta bëjmë. Edhe frika, në fakt, i ligu e përdor frikën shpeshherë për ta shfuqizuar potencialin që Perëndia ka vendosur brenda nesh. Davidi, në fakt, nga njëra që kishte me Perëndin, kishte dëshira të zjarrta brenda. Ai nuk thot një gjë kërkoj, largoj armiqtë mi Zot. Ai nuk thot një gjë kërkoj, mi hiq sfidat e jetës. Ai nuk thot një gjë kërkoj, bëj rrethanat që janë kundër meje të jenë në favorin tim. Ai thot një gjë kërkoj, dua që të sodis lavdin tënde. Dua që të njoh edhe të thellohem në atë njohjen që un kam për ty. Edhe këtë e bënte mirë, në fakt, kjo është arsye pse ka shkruajt shumë psalme. Ai thot diçka tjetër, në fakt, ai thot që kërkoj te pjesa 2 thot të banoj në shtëpinë e Perëndis të tërditët e jetës time, të sodis dhe të admiroj. Duke sikur ai po thot, dua të kërkoj fytyrën tënde më shumë se dorën tënde. Nuk është gabim të kërkosh dorën e Perëndis, ne kemi nevojë për ndryrën e Perëndis në çdo sferë të jetës tonë, po duke sikur ai po thot, dua fytyrën tënde, atë që ti je, më shumë se sa atë që ti bën. Dhe unë besoj fort që kjo është diçka që ne mund të kërkojmë në jetën tonë, për shkak se të kesh zgjidhje të problemave kur kërkon thjesht dorën e Perëndis, mund të rezultosh në fund që sërish mund të ndjehesh bosh. Nuk e di ke kërkuar ndonjë zgjidhje dhe pasi është zgjidh, sërish mund të kesh ndje, ora më mungon diçka, duket sikur po më përmbush kjo. Dikush tjetër ka kërkuar sukses dhe është mirë, po ku ka arrit suksesin nuk ka ndje paqe. Dikush tjetër mund të ketë kërkuar njerëz të duhur rreth vetes pasi i ka ofruar Zoti, sërish ka kuptuar që është vetëm. Pse? Kur ka hetuar zemrën, ndoshta mund të ketë rëshitur pak lutja më shumë, Zot, bëj këtë për mua me dorën tënde më shumë se sa Zot dua ta takoj ty. Zot dua të njoh ty. Patjetër ti bën gjëra që ne i kërkojmë sipas fjalës dhe emrit tënd, por dua të njoh ty edhe më pas bekohem me gjërat që ti bën. Davidi në fakt thot, një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj, të banoj në shtëpinë e Zotit. Ai thot, unë kërkoj Zotin me pak fjalë. Nëse dua të mbaj mend diçka nga ky psalm, ai thot, unë kërkoj Zotin. Në frikën time, unë kërkoj Zotin. Në stuhin time, unë kërkoj Zotin. Kur armiqtë janë kundër meje, unë kërkoj Zotin. Në fund thot, Zoti më fsheh dhe më ngre. Kur thot Zoti më fsheh dhe më ngre, ndoshta e ka fjalën duke thënë, kur kam nevojë për stre, Zoti më fsheh, punon me mua në fshehtësi, me qëllim që mos, sepse ai ishte mbret në fakt, populli mos kuptoi domethënë sfidat e mia emocionale apo shpirtërore. Se populli ka nevojë për drejtim. Edhe ai thotë, kur Zoti më ngre, ndoshta kur kam nevojë për forcë, Zoti është ai që forcon nyjet e shpirtit tim, kockat e mia me qëllim që të rimën këmbëm të jap drejtim popullit, ose ne familjes tonë, ose tek çdo person që ne ndikojmë. Pika e 5 e mesazhit është e bazuar te vargu 7. Besimi vërtet di të deklaroj, por di dhe të thërras. Tani, unë vi nga background pentakostal, teologjikisht, edhe një nga gjëra që ne bëjmë gabim ndonjëherë është që ne rrëshqasim pak në ekstremin që çdo gjë që shpall përpara Perëndis do të ndodh patjetër. Edhe dikush më tha, sot është e diel, sa shpall gjithë ditën tha që është e hënë, sot është e diel. Tha nuk ndryshon, edhe sikur ta shpallësh me besim dhe lutje përpara Perëndis. Por
A çfarë unë kam mësuar në këtë psalm, që jo vetëm që ne shpallim bekimin e Perëndis, por a çfarë bën Davidi, ai ndan edhe ndoshta me përshpërima edhe një nevojë që ka. Shikoni se duket sikur në këtë varg duket sikur ndryshon dhe toni i psalmistit. Ai thot, ka thënë, Zoti është drita ime, shpëtimi im, nga kur do të kem frikë, tani thot, Zot, dëgjoj zërin tim. Zot, dëgjoj zërin tim. E kam nis me ty. Kam ardhur prej teje në këtë tokë dhe po jetoj për lavdin tënde, por po përballem me disa gjëra që më kanë frikësuar. Më dëgjoj zërin e zemrës. Edhe unë besoj fort që vargu 7 edhe 8, siç Davidi thot, janë vargu ku ndryshon jo vetëm toni, po duket sikur dhe drejtimi që ai kishte në fillim. Ai thot, o Zot, dëgjoj zërin tim, unë të këllthas ty. Kim shirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time, dhe unë Zot kërkoj fytyrën tënde. Në fakt kjo më ngushëllon, sepse kjo çfarë bën Davidi në këtë moment nuk është mungesë besimi, por është sinqeritet. Dhe unë lutem me gjithë zemër që kur të arrijmë në pikën ndoshta ku Davidi ishte, ndoshta jo domosdoshmërisht me sfidat që ai kishte, por përballë frikrave tona. Edhe kur provojmë të pohojmë vargjet tona të preferuara në lutje, ose njohen që kemi atributet e Perëndis, unë besoj fort që Zoti dëgjon edhe ato lutje që janë teologjikisht në rregull, Zoti dëgjon edhe ato lutje që janë me zë të lartë, Zoti dëgjon edhe lutjet që ndoshta në strukturë nuk duket që janë bukura, po janë nga një zemër e sinqertë. Dhe Davidi thot thjesht, Zot më dëgjoj. Lutja që teologjikisht mendoj se kishte disa probleme, ishte kërkesa e zemrës së Pjetrit. Ai nuk u lut aty ynë që e në qell më shpëto se po mbytem, ai tha, Zot shpëtom. Edhe unë nuk e di me cilën rresan po përballesh, Zoti sot dëshiron prej teje dhe prej meje, që frika që po përballemi, pasigurit tona, të themi Zot lutem më dëgjoj. Zot lutem dua të njoh ty që je me mua në këtë sfidë, edhe dua të njoh ty pas kësaj sfide, dua të njoh si Perëndia që ka transformuar jetën time, edhe mund të bëj që të vinë kish me një dëshmi të re, si Zoti më bëri që të dal në anën tjetër. A çfarë në fakt Davidi cek në këtë psalm, ai thotë që Perëndia edhe sikur babai dhe nëna ime të më braktiste, ai thotë Zoti do të më pranonte. Tani çfarë unë mësoj nga ky psalm? Mësoj që Davidi është i sinqert. Ndoshta mund të ketë fol për miqt më përpara, për njerëz të ngushtë, për të afërm, tani e lidh tek personat më të afërm të jetës tonë. Ai thotë edhe sikur familja ime mos më mbështeste në sfidën që po kaloj. Ndoshta nuk e ka mundësinë financiare, nuk e ka mundësinë për të më mbështet emocionalisht, nuk e ka mundësinë për të qenë fizikisht me mua këtu, për arsye nga më të ndryshme. Ai thotë edhe sikur kjo të ndodh, Zoti do të më pranonte. Tani nuk e di ku ishte era e fundit që ishte i rrethuar me njerëz të duhur, në familje ose në shoqëri, dhe pse në praninë e tyre mund të jesh ndjer vetëm. Davidi e kishte kaluar këtë fazë dhe ai thotë edhe sikur kjo të ndodh, Perëndia do të më afronte. Dhe unë besoj fort që pritshmëritë tona ndonjëherë që kemi nga miqtë tanë, nga familjarët tanë, ndonjëherë frika jon duke sikur ushqehet nga këto pritshmëri të larta dhe mund të na vinë edhe kundër. Shpesh unë nga pritshmëritë e larta që kam pasur për miqtë e mi, jam zhgënjur, edhe jo se ka pas problemin miqtë e mi, por se unë kisha pritshmëri që vetëm Perëndia mund t'i përmbushte. Dhe në vend që të shkoja tek Perëndia, ja hidha fajin miqve të mi, pse s'po mi përmbushin. Edhe një njëta gjë në adoleshencën time ishte raporti me familjarët e mi, kryesisht me timate dhe time më. Ishte kryesisht me ata dy, duke të pritshmëritë e mia të larta, vetë që ti përmbushja nga atributet e Perëndis, nga njoja e Perëndis, duke sikur ja adresoja problemet e adoleshencës atyre. Davidi na mëson edhe sikur ati dhe nëna ime, Tironësit do thoshin tata dhe hija. Në Durrës ne do thonim lala dhe moma. Ose siç njohim gjithë, edhe sikur babi dhe mami. Personat më të afërt, ose në kishën tonë kemi adoleshentë mrekullueshëm që janë rritur nga gjyshërit e tyre me sakrificë. Edhe sikur thot Davidi, edhe sikur ata që janë më të afërt me mua do të më braktisnin, do të më ndihmonin, Zoti do të ishte pranë meje. Pika e parafundit, pika 6 në vargjet 11-12. Zoti nuk na jep vetëm mbrojtje, por dhe drejtim.
Unë lutem që kjo të jetë lutja jonë sot. Zot, është e lehtë i lutem Zotit për mbrojtje dhe ai e bën, por të lutesh Zotit për drejtim do të thotë që kur e kalon një problem, ke marr udhëheqjen e Perëndis që më mos bish sërish në të njëjtën problem. Keni parë ose keni dëgjuar njerëz që sapo kalon një problem, e fut veten në një problem më të madh. Sapo ka mbyll një kredi, futet në një kredi tjetër dhe pastaj ankohet te pastori kam sfidë financiare. Nuk hedh dot vjetën. Edhe pra, sepse nuk kërkojmë udhëheqjen, shtegun e Zotit, po përpiqemi të dalim vetë në anën tjetër. Dhe ne si njerëz, Perëndia na ka krijuar të dalim vetë në anën tjetër, por shtegu më i mirë që Davidi na mësone është Psalmi 11, pra Psalmi te vargjet 11-12. Ai thot: O Zot, më mëso rrugën tënde, më udhëhiq në një shteg të sheshtë. Për shkak të armiqve të mi, ai thot: mos më braktis në dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër meje dëshmitar trem, njerëz që duan dhunë. Ai thot: Zot, më mëso rrugën tënde, më mëso Zot mënyrën tënde. Ndoshta jam përballë me frikën time për shumë vite, po s'kam pasur rezultat, dua të bëj gjërat sipas mënyrës tënde. Në një seminar, Albert Einstein i erdhi një pyetje, i tha: profesor, cila është përkufizimi i budallallokut? Edhe ai tha: budallallloku sipas përkufizimit tim është të bësh 2 herë të njëjtën gjë dhe herën e dytë presësh rezultat tjetër. Edhe ndonjëherë jeta ime ka qenë kështu. Përpiqesh ta merr në kontroll situatën duke bërë të njëjtën gjë, edhe habitesh pse Zoti po vepron dhe pse rezultati ishte i njëjtë. Davidi na mëson diçka tjetër. Ai thot: Zot, më mëso ti mënyrën tënde. Kam të njëjtën frikë, të njëjtën sfidë, të njëjtën krizë financiare ndoshta, të njëjtën sfidë në aspektin e marrëdhënieve në familje. Por dua që ta bëj tani sipas mënyrës tënde. Pika e fundit. Shpresat e Zotit na mban kur përgjigja vonon. Na duket ne sikur vonon, por Bibla thotë që Zoti kur nuk vonon për mbushjen e asaj që ne kemi kërkuar. Davidi në fakt na nxit dhe na inkurajon dhe me këtë dua që ta mbyll. Ai thotë: jam i bindur se do ta shoh mirësinë e Perëndisë së Zotit në dheun e të gjallëve. Shpreso te Zoti, bëj fort, merr zemër, prit në Zotin. A nuk është e manitshme që kur përballemi me frikrat tona, ne kërkojmë dritën e Perëndisë, pranojmë Perëndin, atë që ai është, i themi Zotit: Zot, tani më dëgjoj frikën time. Dua ta ndaj me ty. Pasi ja kemi ndar Zotit, i themi: Zot, më mëso tani si të merrem me atë që më ka penguar deri më sot për të pas ndikim. Edhe në fund, ai thotë që jam i bindur që për sa kohë jetoj këtu, do ta shoh mirësinë e Perëndisë në dheun e të gjallëve. Në fakt Jeremia 29:11 thotë që unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqe jo të skeqjes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Dhe për këtë e ka për jetën tonë këtu në tokë. Dhe unë besoj for për sa kohë, vite, dekada, që Perëndia ka për ta mbajtur këtu në tokë. Unë lutem që kjo të jetë lutja jonë. Zot, ti ke mendimet për jetën time. Dhe unë kam mendime, po mendimet që ti ke për jetën time janë mendime shumë të larta. Në fakt unë do doja që ky psalm jo vetëm të na bëj të njohur Davidin si u përball me frikën, por ky psalm në thelb ka njohjen e Zotit Jezus. Ky psalm çon tek Jezus Krishti, tek ai që ne duam të takojmë në këto momente. Edhe unë do doja në fakt që të mendojmë që ne që njohim Zotin, pasi ai erdhi edhe kur e lexojmë në Dhjetën e Re, Zoti thotë që unë jam drita e botës. Davidi tha: Zoti është drita ime dhe drita ka emër, Jezus Krishti. Jezus Krishti tha tek Gjoni 8:12, unë jam drita e botës. Madje, Mateu 1:21 thuhet: Zoti është shpëtimi ynë. Ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet. Ishte lajmi që engjëjt i dhan barinjve. Tek Efesianët 2:13 shohim që puna e Jezus Krishtit është që të na sjellë në pranë Atit, për të na bërë bi dhe bija. Jo vetëm persona që shkojnë tek Ati për të kaluar problemin e radhës, që mund ta bëjmë, por më shumë për të quajtur bi dhe bija. Në Krishtin, në fakt, Bibla thotë që ai nuk na lë dhe nuk na braktis, sipas Hebrejve 13:5. Në fakt, ajo çfarë do doja që të mendojmë në këtë mbrëmje është që thirrja e fundit e mbretit David, ai thotë: prit në Zotit, gji fort, merr zemër, prit në Zotin. A mund ta kthejmë këtë kohë lutje bashkë? Do doja që aty ku je, thjesht mbylli syt edhe të lutemi bashkë. Ndoshta unë për frikat e mia,
mund të mos na kujtohen, por besoj që fryma e shenjtë është ai që na ndihmon ne, jo vetëm të njohim Zotin, por të njohim dhe veten tonë në Zotin. Dhe unë lutem sot që ndoshta Perëndia na kujtoj disa nga gjërat që ne do donim t'i shikonim dhe ti kishim ndryshe në jetën tonë. Jezus, unë falenderoj për fjalën tënde, Zot. Faleminderit Jezus që përmes këtij psalmi të mrekullueshëm nga mbreti David, Zot, ne mund të njohim ty si drita jon. Mund të njohim ty, o Perëndi shenjtë, si shpëtimtari ynë personal, i shpirtit, por dhe i gjendjes sonë emocionale. Edhe fizikisht i yni, Zot. Perëndi shenjtë, përmes këtij psalmi, unë lutem që të njohim që kur frika u mbet zërin, ndikimin, autoritetin mbi jetën time, kjo ndodh kur Zoti është drita ime. Frika u mbet zërin, pushtetin mbi jetën time, kur Zoti bëhet shpëtimtari im. Frika u mbet ndikimin e saj në jetën time, kur besimi nuk e mohon realitetin, por e përqafon dhe e çon nën autoritetin e Zotit. E çon në lutje përpara Perëndis. Zot, faleminderit që prania jote është ajo që ne kemi nevojë në kohë frike, në kohë pasigurie, më shumë se sa thjesht kalimi i problemit radhës. Edhe unë lutem sot, o Zot, që njoja jon me ty të thellohet, madje të mos ndaloj aty, të bëjmë të njohur në familje, në shkollë, kudo, Zot, që këmba jon shkon, të bëjmë ty të njohur jashtë. Faleminderit, Zot. Ne lëm të kohë në dorën tënde, që ti të vazhdosh punën e mirë që ke nisur, dhe ti mund bësh për te asaj që kërkojmë dhe imagjinojmë. Lutemi dhe i kërkojmë të gjëra në emrin tënd, Zot. Amen.